gjatë cilit u kapën dhe u vunë pranga 7 shtetas, ndërmjet tyre 3 shtetas me rrezikshmëri të theksuar shoqërore, të shpallur kërkim më parë për vepra penale në fushën e krimeve kundër personit dhe atyre të narkotikëve. Gjatë këtij operacioni policor janë sekuestruar 4 armë zjarri pistoleta, të cilat të shtetës i mbanin me vete, me fishek, në folen e fishekut gati për qitje. Më konkretisht, ditën e djeshme, strukturat e drejtorisë vendore të policisë Durrës kanë siguruar informacione në rrugë operative se disa shtetas në kërkim me rrezikshmëri të lartë shoqërore ishin në ambientet e një restoranti në gjirin e Lalzit, ku dyshohej se shumica prej tyre ishin dhe të armatosur. Bazuar në këtë informacione, në analizën e riskut, lindi nevoja për përfshirjen në operacion të drejtorisë forcë posaçme operacionale. Në kuadër të operacionit, me masa të larta sigurie, shërbimet policore ndërhyjnë në mënyrë të befasishme në ambientet e restorantit ku ndodheshin personat. Nga verifikimet paraprake rezultoi se te tavolin ishin ulur 7 shtetas, ndërmjet tyre 3 të kërkuar me rrezikshmëri të lartë shoqërore dhe konkretisht. Xhevdet Plaku, rreth 45 vjeç, banues në Durrës, i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga zyra qendrore kombëtare Interpol Romës, pasi gjykata Breshës, Itali, ka lëshuar ndaj tij urdhër arrestin për kryen e veprës penale trafikimi narkotikëve. Ky shtetas është arratisur nga burgu i Ankonës në muajin janar të këtij viti dhe për këtë arsye autoritetet gjyqësore italiane kanë lëshuar urdhër arresti. Gjatë kontrollit, këtij shtetasi u gjet një armë zjarri pistolet me fishek në fole gati për qitje. Flobenc Meqja, alias Gega, alias Drini, 43 vjeç, banues në Shkodër, i shpallur në kërkim nga SPAK pasi gjykata e shkallës parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar, në muajin korrik vitit 2024 i ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për kryen e vepra penale, organizat kriminale, kryer veprës penale nga grupi strukturuar kriminal, sigurimi i kushteve i mjeteve për të kryer vrasje. Gjatë kontrollit të shtetasi, ju gjetën 2 dokumente identifikimit falsifikuara, një armë zjarri pistolet me fishek në fole gati për qitje. Voltan Xhani, 39 vjeç, lindur në Përmet, rezident në Holland, person i cili në muajin shtator vitit 2024 ndaj tij gjykata shkallës parë jurisdiksionit përgjithshëm Shkodër ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg, si i dyshuar për kryen e veprave penale, trafikimi mjeteve motorike, kryen bashkëpunim, sigurimi i kushteve dhe mjeteve për të kryer vrasje në funksion të hetime për zbardhjen dhe dokumentimin ligjor të vrasjes me armë zjarri të shtetasit ER, ngjarje ndodhur në qytetin e Shkodrës. Edhe këtij shtetasi, në çantën e tij, shërbimet policore i gjetën një armë zjarri pistolet fishek gati për qitje. Juger Xhani, 35 vjeç, lindur në Përmet, për veprat penale, prodhimi dhe mbajtja pa leje armëve luftarake dhe municionit, mos kallëzimi i krimit për kraj autorit veprës penale. Edhe këtij shtetasi ju gjet një armë zjarri, pistolet dhe municion luftarak. Nga ana e shërbimeve u arrestuan shtetasit OH, 38 vjeç, FQ, 36 vjeç, banues në Tiranë, shtetasi AH, 45 vjeç, banues në Mamurras, i dyshuar për kryen e veprave penale, mos kallëzimi i krimit, kryer veprës penale, për kraj autorit veprës penale. Gjatë këtij operacioni janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale shuma, parash, euro dhe sende të tjera të cilat shërbejnë për dokumentimin e aktivitetit kriminal të këtyre shtetasve. Theksojmë faktin se ky operacion është organizuar dhe zhvilluar një kohë rekord me profesionalizëm të lartë, duke finalizuar me sukses pavarësisht shkallës së lartë rrezikshmërisë shoqërore të personave të cituar më lart, ku 3 prej tyre kishin armët e zjarrit me fishek në fole gati për qitje.